Mungojnë edhe 2 ndeshje. 2 ndeshje të vetme dhe do të fitoj kampionatin që e kam ndërruar prej kaq shumë kohësh. Unë nuk kam talentin e Oliver Harton ose të Mark Landers. Ndoshta nuk jam një talent, por e di që për të fituar mbi të gjitha duhet një stërvitje e fortë. Një ndeshje që nuk njeh pushim. E di që mund t'i mund. E di që mund t'ja dal dhe... Ha? Edhe në qoftë se do të kem pak fat, do të arrije të që dua. Atëherë Parson, ja dolo të gjenit lojtarët e duhur për të luajtur kupën e të rinjve në Francë? Po, drejtor. Do të marrim elementet që vinë nga 4 skuadrat e para finalistët të kampionatit kombëtar të rinjve. Shumë mirë. Ndërmjet tyre shpresoj që të jetë dhe Oliver Harton, talenti i skuadrës New Team. Patjetër, po kam dalluar edhe një element tjetër. Është një djalë që ka të gjitha karakteristikat për të thyer, përveç se ka talent, stërvitet me dinamizëm dhe me shumë dëshirë dhe është i motivuar. E kush është ky djalë? Philip Callaghan, luan me Flajnetin. Jo larg Hokkaidos. Është i vetmi lojtar nderi i asaj skuadre. Janë djem të vullnetshëm, por asnjë nuk mund të jetë adapt për kërkesat tona përveç Philip Callaghan, që i vetëm ka kapacitetin të bëjë diferencën. Një lojtar i domosdoshëm, drejtor, duhet të më besoni. Philip Callaghan, i Flajnet, ha? Të dhëm kur të prek këtu, vërtet? Jo. Mos kërko të tallesh me mua, djalosh, mos bëj heroin. Ty të dhëm dhe unë e di shumë mirë këtë. Edhe 1 minutë dhe do të të ngrejmë në këmbë. Faleminderit. Oli, lajmet mira. Toja ka mundur Animanin në gjysmë finale. Ishte një ndeshje shumë e fortë, por ata ja donin që ta mundnin. 2-1 pa Lendersi në fush. Çfarë fati? Janë me të vërtetë mirë. Edhe shumë doja të thoja. Po, me të vërtet. Mbarova, më mirë se kaq nuk bëhet. Shiko se mos forcohesh. Faleminderit. Doktor, a mund t'ju kërkoj edhe një nder, ju lutem? Më thuaj. A mund ta shkruash fjalën fitore pikërisht këtu mbi fasho? Besoj se do të sjell edhe më shumë fat nëse do ta shkruaj kjo vajzë e bukur. Nderin e keni ju, vazhdo, jepi. Kurajo. Po, doktor. Hajde pra djema, kurajo, ja ku erdhi momenti. Jemi gati! I ke bërë ti? Hajde gjeni shpërndaj. Çfarë? As të më shkon ndërmend. Çfarë janë ato? Janë fasho, vërtet? Gjeni ka ndonjë gjithë natën për t'i bërë, secila ka numrin e bluzës. Është e vërtet, por pashta asnjëra nga skuadrat e tjera nuk i ka vënë. Mund të duket pak e tepërt.
I ke bërë vërtet me duart e tua dhe janë për gjithë lojtarët e skuadrës? Cila është e imja? Ja, kjo është, ka numrin tënd. Kjo është një dhuratë shumë e bukur. Do ta mbaj gjatë gjithë ndeshjes, Jenny. Këtë ta premtoj. Faleminderit, Filip. Jenny, është e vërtet që baba yt muajin tjetër do iki të punoj në Francë dhe ti me familjen tënde do jetoni atje? Kjo gjë do të ndodhë edhe përpara muajit që vjen, nëse s'gaboj. Pikërisht. Është edhe ajo me numrin tim? Patjetër. Po, ma jep edhe mua një. Dhe ajo me numrin tim. Sigurisht ka për të gjithë. Kemi arritur gati në gjysmë finale ndërmjet një timit dhe Flajnet. Lojtarët e Flajnetit dalin në fush me një fasho të lidhur në ballë. Asnjë skuadër e distriktit të Hokkaidos nuk ka arritur në finale. Gjysmë finalja e parë është fituar nga Toho. Ata mund të përqendrohen në fitimin e kampionatit të tyre të parë. Dhe të mos harrojmë që Toho ka ardhur në finale pa talentin e saj të madh Mark Lenders. Forca Flajnet! Forca Flajnet! Forca një tim! Forca një tim! Forca! Forca një tim! Sot, pengesa për tu kaluar quhet Flajnet, skuadra e drejtuar nga kapiteni Philip Callaghan. Tani si që shikoni, dy kapitenët po takojnë dhe urojmë të marrin pjesë në një ndeshje me të vërtet emocionuese. Vili! Ja ku jam! Jepi kështu, e ke ti, Oli! Si që ishte parashikuar, Aton dhe Callaghan po ndeshen që në minutën e parë. Të kalojnë mesin e fushës do t'jete vështirë për të dy. Doja dal të mund, doja dal. Je i fort, Callaghan. Më i fort nga se mendoja. Po vim, Filip, ja ku jemi! E kot djema, asje nuk ma merr topit. Oliver Harton dhe Philip Callaghan janë të barabartë, por një tim ka një avantazh sepse edhe Paul Diamond mund të sulmojë me efektivitet. Kujdes mbrapa! Ndaloni, mbyllini të gjitha portat! Nuk do të shënosh, nuk do ta lejoj! Jashtë zonës tani! Çfarë? Këtë nuk e prisja. Po nuk po sulmonim ne pak më parë. Është Filipi që e vendos sulmin, por edhe në qoftë se ai do të gabonte, njëri nga të tij do arrinte patjetër të shënonte. Janë shumë të vendosur. Mbrojtja jon duhet i ndalë në ndonjë mënyrë. Nuk mund të rrinë duke parë. Philip Callaghan afrohet rrezikshëm në zonën e kundërshtarit. Po ja ku i vjen përballë Paul Diamond. Asgjë për t'u bërë, Diamond u triblua. E gjithë Flajnet i afrohet pran portës së një timit. Janë të shpejtë dhe të paepur. Nuk arrin t'i pengoj asgjë. Alan Kroger qëndron në qendër të portës. Në shtyrje me grusht, Kroger ka penguar quajtjen e parë në portën e Flajnetit. Ti kujdes kundër sulmin. Tani është një timi që shkon drejt sulmit. Mirë, të riprovojmë. Ky është momenti i dur. Filip! Bie bor nuk mund të stërvitet siç duhet. Po çfarë bën ti këtu? Përshëndetje, Filip. Të fitoja kampionatin në të rinjve do ishte ëndra ime më e madhe. Skuadrat e veriut nuk merren në konsiderat në futboll. Duhet t'ja fund kësaj tradite të kotë. Skuadra ime mund të konkuroj me këdo, si me tonë dhe me një tim. Për këtë stërvitem gjithmonë. Sa herë ka mundësi.
edhe në borë. Po, Gjeni, i ke duart e skuqura, ndihesh mirë? Sa sy të bukur. Më fal. E për çfarë? Sa djali ëmbëlje. Këtë quajtje mund ta bëj edhe me sy mbyllur. Dua të shoh nëse mund ta shmangësh këtë. Është gol! Gol! Filip Kalagan ka bërë një quajtje të pathyeshme. Flajnet drejton tani me rezultatin 1-0. Gol i bukur. Por mos mendo se unë nuk mund ta bëj atë. Djema nuk ka ndodhur asgjë. E kemi radhën ne tani. Forca një tim! Forca një tim! Mbani sy të hapur në mbrojtje. Do të sulmojmë me një herë, Djema. Topi shkon te Johnny Mezon, i cili quan në qendër drejt Atonit. Erdha Oli! Kur ajo Djema duhet të arrim të parazojnë. Do ja dalim. Bruce Arten rikuperon sërish. 2 minuta nga përfundimi i pjesës së parë. Një timi bën quajtjen. Dhe është gol! Është goli një timit. Oli shënoi! Një tim arrim barazimin siç e prisnim gati në mbarimin e pjesës së parë. Arbitri i dërgon tani të gjithë në dhomat e shveshjes. Gjuajtja me shpatullën e thyer nuk është as pak e lehtë. Të bësh sforco të tilla nuk të ndihmon djalë dhe unë të paralajmërova. Kur luan, duhet të kesh shumë kujdes. Disa gjuajtje nuk bëhen me një shpatull të thyer. Rrezikon ta paguash këtë më pas. Gjeni, duhet jemi gati të paktën në 3. Sot nisemi për në Paris. Shpresoj që mos ta kesh harruar këtë fakt të rëndësishëm. Do doja edhe unë që ti të qëndroje deri në fund të kampionatit, por duhet të nisemi të gjithë. Duhet të regjistrohesh në një shkollë franceze brenda shtatorit. Ky regjistrim duhet bërë para se të fillojë semestri. Baba yt ishte shumë i qartë në telefon, nuk mund ta vonojmë nisjen, ai na pret. Mos u mërzit, do të kthehemi shpejt në shtëpi tek miqtë e tu, ta premtoj. Në rregull, mami, mirë, e kuptova. Mos u shqetëso. Por tani më duhet të iki, po fillon pjesa e dytë. Gjeni? Po? Atëherë është e vërtetë që do të nisësh në mbrëmje? Po. Për fat të keq nuk kam zgjidhje tjetër. Menjëherë sapo të mbaroj ndeshja, mua do të më duhet të vrapoj për në aeroport. Jo. Më vjen keq, duhet të ta thoja. Çdo gjë u vendos pikërisht përpara 3 ditësh. Nuk pata kurajo. Dëgjoj, Gjeni. Po me atë dua të them, çfarë mendon të bësh? Me kë? Me Filipin, normalisht. Duhet të përqendrohet tek ndeshja për momentin, kështu që nuk mund t'i them asgjë. Oli arriti të barazonte. E morët vesh lajmin, në Francë po organizohet kampionati i futbollit për të rinj. Kjo është një ëndër që po realizohet për ne. E the mirë, për ne të gjithë kjo është një ëndër. I vetmi që ka një shpresë nga skuadra jon është Filip. Vetëm ai ka mundësi të përfshihet në kombëtare. Lëreni tani Francën, le të mendojmë për ndeshjen. Duhet të shënojmë sërish, duhet të fitojmë me çdo kusht. Nuk më ikën! Oli është duke quajtur në port. Oli! Do mundohem ta shfrytëzoj në maksimum këtë mundësi. Kalagan do të bënte të njëjtën gjë. Topi u ngrit lart. Jo! Rafishada e quajtur po hyn në port. Kujdes, Oli! Filip, më shpëtove shpatullën. Unë duhet të mund, por në mënyrë të drejtë dhe sportive, nuk më intereson gjë tjetër. Minuta e 3 nga rifillimi, një tim i kalon avantazh dhe tani drejton 2-1 me Flajnetin. Kapiteni një timit ka rrezikuar shumë me rafishatën e mëparshme.
Por gjesti atletik dhe sportiv I kapitenit të Flynetit ka evituar një dëm që mund të ishte I rënd për shpatullën e tij, që tani është në kushte shumë të pasigurt. Me këtë temperaturë, shokët e mi lodhen më shumë se zakonisht. Duhet të insistojmë dhe të bëjmë një gol që do të na jap zemër. Të gjithë e dinë që djemtë e veriut e vuajnë vapën dhe që në pjesë të dytë vazhdojnë të bien dhe harxojnë oksigjen. Por ne do t'ja dalim. Do të kalojmë çdo problem që kemi. Djema, mos u dorëzoni tani. Jemi stërvitur dhe në bord. Mund të bëjmë shumë më mirë. Jepi Flynet, duhet të fitojmë. Ju e dini që është e mundur. Po, do ja dalim! Fjalët e Filipit I dhanë zemër lojtarëve të tij. Çfarë karakteri këta lojtarët e veriut? Flynet kërkon një tjetër sulm drejt zonës së një timit. Do të mund, Oli. Do të mund. Do ta gjej mënyrën për të ndalur, Filip. Nuk do t'ja dalësh të shënosh sërish. Dueli dy kapitenëve vazhdon. Dhe Philip Callaghan arrin të triploj aton. Pasimi bukur, kapiten, I mrekullueshëm. Tani po e gjuaj në portë. E shikon çfarë din të bëjnë djemtë e veriut. Do ta provoj unë tani, shikoni. Dhe është gol! Gol! Një triumf I madh aksioni I Callaghan që pret një kalim dhe gjuan një bombë të vërtet. Flynet barazon, pavarësisht faktit që janë shumë të lodhur. Pe? Si ndihesh, Oli? Shpatulla e ti. Jo, nuk mund të vazhdoj kështu. Për fat keq do më duhet ta zëvendësoj. Jo, prisni trajner. Po çfarë po I ndodh kështu? Jam unë kapiteni I një timit dhe do të luaj deri në fund të ndeshjes. Oli, po përse kështu? S'ke për t'ja dalë dot. A ndihesh mirë? Gjithçka në rregull, djema? Po, arbitër, çdo gjë në rregull. Në rregull, ta shikojmë njëherë. Ta lejmë të luaj, të shikojmë se çfarë do të na ndodh. Dëgjoj, Johnny, edhe ti Ted, tek fishkëllima më pasoni topin. Dua të shënoj sërish, kuptuat? Çfarë? Po, Oli, ti nuk mund ta bësh. Rreziku është shumë I madh. Ne do bëjmë atë që ka vendosur kapiteni. Çfarë po thua, Bruce? Ja ku fillon loja, është gati ora 3 pasdites. Mbeten edhe 2 minuta në përfundim të lojës. Arbitri me siguri do të fitoj kohën e humbur. Fillon lojën një timi. Koha po kalon pa epur. Kjo është mundësia e fundit. Shpatulla nuk mund të më tradhtoj tani, nuk mundet. Duhet të arrit të gjuaj. Oh, jo. Çfarë? Ej, Oli. Po, çfarë ka, Filip? Fituesi duhet të rrijë gjithmonë në këmbë, Oli. Më lejon të ndihmoj? Faleminderit për të gjitha, Filip. Jenny, nuk kemi kohë të presim më, e dashur. Faleminderit, Filip. Faleminderit me gjithë zemër. Nuk do t'i harroj kur 3 vitet që kemi kaluar së bashku. Kanë qenë të mrekullueshëm. Ne humbëm. Por jam I sigurt se Jenny do të ditë më ngushëlloj me fjalët e saj. Të dua.
Margot! Ku ka shkuar Jenny? Po shkon në aeroport. Ajo sonte niset me maman e saj për në Francë. Si the? Nisja e familjes së saj është përshpejtuar. Babai i saj do që të shkojnë atje përpara hapjes së shkollave franceze. Je duke bërë shaka, vërtet? Filip, prit, ku po shkon? Njutimi dhe Tohoja do të luajnë në finale. Sidoqoftë, përzgjedhja kombëtare e të rinjve nuk mund të bëjë kurrë pa një lojtar të fortë dhe ngjitës si Filip Kalagan. Ku je, Jenny, më prit? Oh, Filip, zemra ime. Jenny! Çfarë ka? Çfarë do të më thuash? Të dua. Sa i dashur që je, Filip. Jo, mos qaj. Faleminderit, Filip. Do të shihemi. Miropafshim, zemra ime. Nëse do më përzgjedhin në kombëtarin e të rinjve, do të takohemi në Francë. Tashmë mungojnë disa minuta në përfundim të takimit nëpërmjet Newtimit dhe Flynetit. Nëse rezultati do të përfundojë kështu, atëherë do të shkohet në kohën shtesë.
Më ka mbetur një mundësi e fundit. Po e provoj nga jashtë zone. Duhet të rrezikoj. Tani! Dhe është gol! Një timi e ndryshoi rezultatin dhe fiton finalen. Instikti ma thoshte, duhet të kisha ndaluar gjatë intervalit. Në fillim ishte ndërhyrja e keqe e Kalaganit, dhe më pas ishte sforco për gjuajtjen fluturimti. Më vjen shumë keq djema, e di që për juve është një goditje e fortë. Por me që unë jam mjeku, nuk mund të autorizoj prezencën e Oliver Hartonit në finalen e nesërme. Ka që keqe ka shpatullën, doktor? Po, duhet të qëndroj pa lëvizur për pak kohë. E po, me sa duke çuna, duhet t'ja dalin vetëm, pa Oli. Po, duhet t'i përveshi mëngët. Si gjithmonë. Si ndihesh, Oli? Unë do t'luaj, doktor, nuk mund të mungoj. Finalja është shumë e rëndësishme për mua. Po bën shaka? Nuk je absolutisht në gjendje për të dalë në fushë. Kupton ti se në gjendje je rrezikon të dëmtosh shpatullën, është çmenduri. Nuk ka rëndësi, të paktën do tentoj. Më kanë thënë që nesër do të kthehet në fushë Lenders. Nuk mund të mos jem në finale me tohën. Të fitojmë kampionatin për të tretën herë është në rajon më e madhe. Por kur bëhet fjalë për topin, Oli nuk arsyeton, e them mirë këtë. Është kthyer Benxhi. Hey, si je Benxhi? Nuk e dinim që ishe këtu. Si jeni djema? Shoh që jeni të gjithë mirë. E kur u ktheve nga Gjermania, ha? Para 3 ditësh. Në të vërtetë kisha ndërmend të vija pasi të kisha fituar një vend në skuadrën e parë. Por të rinjtë e Greenwaldit në skuadrën ku luaj unë kanë ardhur në Japoni për të bërë një ndeshje miqësore. Patjetër që nuk duhet të jetë lehtë. Besoj se ka hasur shumë vështirësi që të bëhesh numri 1 në Gjermani, apo jo? Po, kështu është. Atje luhet gjithmonë me nivele të larta. Imagjinoni, në fillim ishte më të vërtetë e vështirë, një poshtërim mbas tjetrit. Mendo, Bruce, tani mos u ofendo e të marrë si shembull. Po ti që nuk e shënuar as edhe një herë në kaq vite shkollë, nuk do të mbanin as në stol në skuadrën time. Çfarë? Si the? Megjithatë, unë ju bëj komplimentet e mia që ju erdhët në finale. Faleminderit, Benxhi. Po ju them një gjë të fundit. I kuptova mirë diskutimet tuaja, vërtet mendoni që ju nuk mund të fitoni vetëm sepse nuk do të luaj Oli ynë? Për fat të keq, Benxhi, unë kam një shpatull... Po, e di, e mora vesh për shpatullën tënde. Madje e dëgjova edhe çfarë të tha doktori. Kështu që edhe unë jam me të njëjtën ide që të thaj, nuk duhet të luash. Po duke të njohur, e kuptoj dhe unë shumë mirë se asnjë në botë nuk mund të të ndalonte. Kështu që kam vendosur të çoj tani tek skuadra ime. Çfarë? Doja të thoja te doktori i skuadrës time. Doktor Stein do të kujdeset për ty, Oli. Është një mendim i mirë. Po, me qënë se është këtu, është një mundësi që nuk duhet quar dëm. Në Gjermani, Dr. Steiner është një autoritet autentik në shtrirjen e mjekësi sportive. Shko dhe përfito, djalosh. Po mirë. Të falenderoj shumë për këtë mundësi, Benxhi. Harrova. Çfarë ka? Quajtja me të cilën ti shënove në fund të takimit, Oli. Dua të them, ishte një goditje fluturimthi nëse s'gaboj. Ishte një numër fantastik. Faleminderit, kur e thua ti është tamam një kompliment. Është gjëja e fundit që më mësoi Roberto para se të shkonte në Brazil. Ke përmirësuar edhe cilësi të tjera, jo vetëm fuqinë. Unë jam i sigurt që në vendin tënd nuk ka as edhe një njeri që të krahasohet me ty. Tani mos e egzagjero. Edhe pse në disa momente ti ishe i plagosur, zotësia jote dhe mënyra e pozicionimit ishin shumë vendimtare në ndeshjen e sotme. Jo, më dëgjoni, ka ardhur koha për ty që të luash jashtë shtetit. Çfarë? Asnjë nuk është i barabartë këtu në Japoni. Po kur ti ta gjesh veten duke luajtur me disa skuadra të huaja, atëherë ti do të shikosh që ke shumë rival. Dhe kjo është një gjë shumë stimuluese. Po atëherë që nga gjithë ky dallim, do me thonë që sistemet tona të stërvitjes janë shumë të forta, jo vetëm nga pikpamja fizike, por edhe nga ajo teknike. E di, më kujtohet shumë mirë, por megjithatë ka një dallim shumë të madh.
Dëgjoj pak këtu, ta them nga eksperienca. Para se të shkoja në Gjermani, edhe unë mendoja si ty. E dija që futbolli atje ishte një sport shumë i ndjekur, por nuk kisha as edhe një dyshim mbi ekzekutimet e mia sportive. Isha i bindur për këtë. Ti e di, kur unë zbres në fushë, jap gjithmonë maksimumin. Kështu shkova atje i vendosur me shpresa të mëdha, duke konsideruar që isha portieri më i mirë i Japonisë, por fatkeqësisht, pas ditës së parë të stërvitjes, krenaria ime u shpartallua. Kjo është e gjitha ajo që di të bësh? Grihu, djaloshi krenaris. Po vazhdove me këto ritme as në stol nuk do rish dot, amator. Bëj gati valigjet dhe ktheu në shtëpi. Më beso, të lëvërdis. Çfarë të ndodhi kështu? Të ratë fikët? Mendoj se kaq fuqi kishte, tani mori fund. Ikim djema. E vetmja gjë që më lejon të ecja përpara ishte entuziazmi im dhe pasioni im për futboll. Prisni pak. Ndaloni. Nuk kam mbaruar. Nuk kam mbaruar akoma. Eja, ktheuni këtu. Unë nuk kam ardhur që nga Japonia për asgjë. E morët vesh. Pa pra, çfarë keni? Jeni shumë të lodhur për të bërë ndonjë gjuajtje tani. Po, çfarë dohet të thoje? Po ju prisja. Doni gjithmonë të luani apo doni të stërviteni vërtet? Ej, nuk të mjaftoi akoma? Atëre pritë këtë! As pak keq, djalosh. E shikoj që jam ambientuar me rrahjet tona. Eja, talent, vazhdo të gjuash tani. Çfarë po thua? Po të paralajmëroj, mos u bëj arrogant me ne, u kuptuam. Ha, pra gjuaje, kur ajo? Ju a thash, nuk kam ardhur këtu nga Japonia për asgjë. Duhet të mësoni me këtë ide. Mirë, rregulloj unë. Tani ke për ta parë. Hej, arriti ta bllokoj gjuajtjen e Schneiderit. Ta prita. Që atëherë, nuk arrita më të prekja asnjë nga predhat e tij. Asnjë. Ishin të gjitha të pakapshme. Qëllimi im i parë në Gjermani ishte të prisja një top të dhunshëm të Schneiderit. Njerëzit e quajnë Kaiseri i ri. Të godet gjithmonë nga forca e gjuajtjes. Është shumë e shpejtë se gjuajtja e Lendersit. Ndoshta më precize se e jotja. Me pak fjalë, është vërtet një forcë e natyrës. Në të 3 këto vite që kanë ardhur, unë jam përballuar me lojtarë shumë të fortë. Domethënë, e të gjithë lojtarët më të fortë të moshës tonë, të gjithë në nivelin e Schneiderit. Premtimi i kombëtarës së të rinjve francez, artisti i fushës së lojës, regjizori Pierre Leblanc, golashënuesi i ri uruguajan, gepardi i zi i Amerikës Jugore, Ramon Victorino. Fenomeni i madh që vjen nga Argentina, vendi që nxjerr shumë talente, Juan Diaz. Më pas, për të përfunduar këtë radhë të shkurtër, është ai që sipas agjentëve do të bëhet portieri numër 1 i Europës, italiani Gino Buffetti. E gjitha kjo është që ti të kuptosh që aktualisht ka shumë lojtarë shumë më të mirë se ty në për skuadrat e futbollit në të gjithë botën. Është e pamundur. Këtu po flasim për talente dhe zbulime botrore. Pikërisht, dhe sipas meje Oli, duhet të bësh pjesë edhe ti sa më shpejt, më kuptove? Të luash jashtë shtetit. Kush e di nëse Oli ndihet më mirë? Ndoshta doktori kishte të drejtë, nuk duhet të luante. Çfarë fatkesie? Nuk mund të humbim pikërisht tani. Jo, është një ndeshje shumë delikate. Si do ta mundim të hom pa kampionin ton? Po, edhe nga ajo që thuhet vërdall, është më se sigurt që do të hynte Lendersi. Sa do i mirë të jetë ky doktori gjerman që thua ti,
Nuk mendoj se mund t'i shëroj shpatullën Olit brenda një dite. Është e tmerrshme të heqësh dorë nga titulli tani që e kemi në pëllëm të dorës. Ju mund të thoni ç'të doni djema, por unë jam i mendimit se Oli nuk duhet të luaj këtë radhë. Jam shumë dakord. Pushoni. Ne do të fitojmë gjithsesi. Mund ta mundim tohon. Po, duhet ta bëjmë. Nëse Oli Harton nuk do të jetë në gjendje të luajë, atëherë s'ka gjë. Do të thotë që do të fitojmë edhe për të. Për ndryshe gjithçka që ai ka bërë për të mirën e skuadrës do të jetë e kot. Duhet fitojmë titullin e tretë dhe ne do ta fitojmë. Po, jam shumë dakord me ty, Bruce. Jam fjalë të mençura. Por mua Bruce ka të drejtë. Mund ta mundim ton edhe vetëm. Do ta shikoni, do t'ja dalim. Jam shumë i lumtur që po e dëgjoj ta thoni. Çfarë po presim atëherë? Shkojmë të flasim menjëherë me trajnerin? Po! Megjithatë të lutem me gjithë zemër. Unë të lutem me gjithë zemër. Bëj që shpatulla e Oli Hartonit të shërohet sa më shpejt. Unë të lutem, a më dëgjon? E pa besueshme, Bruce, ti më habit. Pas gjithë fjalimet që bëre, lutesh që Oli të luajë përsëri? Sigurisht është normale. E po mirë, le të lutemi atëherë. Të lutemi me gjithë zemër. Dëgjoj Oli. Po. Siç të premtova, do t'i kërkoj me gjithë qejf doktor Stein që t'i hedh një sy shpatullës tënde. Por ti në këmbim duhet të impenjohesh të ndjekësh të gjitha terapitë që do të doj të përshkruaj. Kuptove? Po, si të duash, Benji. Mirë pra, sa për të tjera do të më pëlqente vërtet shumë të vija jashtë shtetit të luaja në një skuadër të madhe. Këtë e kuptova. Hyrë. Jam Benji Price, doktor. Po, trajneri më njoftoi. Para së gjithash duhet sqaroj një gjë të rëndësishme. Mund të uleni, ju lutem. Nëse djali do ta sforcoj shpatullën dhe nuk do ta kurojë në rregull, do të duhet shumë kohë që të shërohet. Urdhroni, doktor. Këtu janë radiografitë, analizat dhe një letër nga ana e trajnerit tim. Dëgjoj mirë këtë, Oli. Duke mos i vënë rëndësi një aksidenti serioz është një gabim shumë i madh për një atlet. Unë do të jem numri 1 i kombëtares japoneze. E do të bëhem portieri më i mirë në botë. Dhe Oli duhet të jetë pranë meje si golashënues. Jemi të destinuar për të luajtur të dy. Oli, ne njemi prej shumë vitesh. Ti dhe unë jemi të destinuar të bëhemi së bashku numri 1. Do t'ja dalim. Ç'kemi Benji? Hej, ç'kemi pati? Atëre ç'më thua për Olin? Është në studion e doktor Stein, po e viziton ai. Di ndonjë të re për shpatullën e tij? Akoma jo. Di vetëm që sot ai e ka sforcuar shumë. E dija unë. Ne e prisim këtë gjë. Ai nuk arrin të jetë i kthjellët kur bëhet fjalë për top. Është akoma më i fortë nga sa e mendoja unë. Po tani ai është bërë një kampion i vërtet. Nëse duhet ju besoj atyre që thuen edhe ti je më i fortë se më parë, eksperienca në Gjermani të ka përmirësuar. Në fakt, edhe unë isha i bindur për të njëjtën gjë, por pastaj pash Olin në aksion. Jam pak mbrapa, dua të bëhem edhe unë akoma më i fortë. Do të telefonoj kur t'i kem të gjitha rezultatet. Mirë, faleminderit, doktor. Ha, pati, çfarë surprize! Kur ti ike me shpejtësi, harove të merja uniformën të dërgon trajneri yt. Je shumë e sjellshme, Pati. Ikim, po ju çoj të bëni një shëtitje, ndërsa presim që doktor Stein të ketë rezultatet. Lajmi është që kemi gjetur një fushë në të cilën mund të stërvitemi pa orar. Me të vërtet, seriozisht e ke? Më fal, po përse stërvitesh natën kur shokët e tu nuk janë? Jo, stërvitja bëhet gjatë paradites. Vetëm se mund të ndodhë që shumë lojtarë të skuadrave të huaja, veçanërisht ato me nivele shumë të larta, mund të stërviten jashtë orarit sipas dëshirës. Jepi, ma kalu mua. Jam të te. Kaloj të ku në të djathë. Mos më thuaj që ajo aty është skuadra e të rinjve të Greenwaldit. Po, është skuadra ime. Po të ishte këtu do të prezentoja Schneiderin. Çfarë the? A i luan me ty? Po, patjetër. Ne jemi bërë miq tani. Asnjë nuk gjuan me aq fuqi siç gjuan ai. Në të gjithë Gjermaninë. Ishte ai i pari që më mësoi sa e vështirë është të bësh rrugë jashtë shtetit.
Eksperjenca e tij ishte shumë e çmuar për mua. Duhet ta pranoj që ka mësuar shumë nga këshillat e tij. Në këtë moment është duke marrë pjesë në kampionatin e të rinjve. Për këtë nuk mundi të vinte në turne me ne. Është një talent i vërtet. Sido që të jetë, nëse një ditë do të vendosësh të luash jashtë shtetit, herët avon do ta hasësh si kundërshtar. Do ta shohësh këtë gjë. Ej, përshëndetje Benji! Përshëndetje! Kush është afër teje? Mysafiri yt? Po, ai është një nga talentet më të mëdhenj të futbollit japonez. Emri i tij është Oliver Harton. Benji, jo, të lutem. Po, kuraj, eja, pra! Duke qenë se i flas gjithmonë për ty, është sikur të njihnin, tashmë ti je i famshëm. Po mirë atëherë. Oli, është kënaqësi. Oli! Nuk mund të vi të bëj një dy gjuajtje me ne. Ditë më parë ka plagosur pak shpatullën. Sa keqe, do kisha pasur shumë qef që të stërvitesha me talentin japonez. Do të kishte qenë vërtet një zbavitje. Edhe mua do të më pëlqente të stërvitesha me ju. Ej, mos thuaj marrëzira. Mos haro që nesër ke ndeshjen finale me Toon. Dhe më parti duhet të kurosh shpatullën. E kush e harron këtë, Benji? Tani, nëse s'ju vjen keq, po shkoj të bashkohem me shokët e skuadrës. Kësaj radhe duhet të jesh spektator. Forca, proponi! Lëvizni pra! Mendoj se janë duke e nënvlerësuar Oli, ashtu siç bën me mua kur shkova në Gjermani. Por një ditë, ata do të ndryshojnë mendimet edhe për ta. Jam i bindur. Ha, shiko që aksion i bukur. Ja se që din të bëjnë skuadrat e të rinjve në Gjermani. As pak keq ajo finte. Çfarë kontrolli e kërkoi topin dhe e përvetsoi direkt. Këta din vërtet të luajnë. Kush e di sa stërvitje duhet të bëjnë për të forcuar këmbët. Shiko çfarë shkëputje. Është gjithmonë kështu. Edhe kur nuk je i detyruar të stërvitesh, futbolli është e vetmja gjë që mendon apo jo, Oli? Më fal pati, çfarë the? Jo, asgjë. Unë në vërtet asgjë. Sepse nuk e kisha mendjen, ha? Mos u bëj merak. Në rregull. Forca, proponi! Lëvizni! Çfarë fuqie? Shiko, arriti të tribloj. Më në fund vetëm. Po të kishte edhe pak romanticitet. Të lumt! Vazhdo ashtu! Ai ashtu është e që mund të bëj unë, në fund të fundit edhe kjo ka bukurinë e saj. Proponi! Lëvizni pra! Jam i lumtur për Benjin, po përballet sy më sy me këta lojtar. Ka të drejtë ai. Duhet jetë e mrekullueshme të stërvitesh me skuadrat e huaja. Mund të mësosh kaq shumë gjëra. Sa po erdhën analizat që ishin duke pritur Benji. Ej, Oli! Më në fundi morëm rezultatet! Hë? Për fat keq me shpatullën në këtë gjendje, nuk mundesh në asnjë mënyrë të luash futboll. Ti e dije, por në qoftë se këm ngul kaq shumë për të luajtur nesër në finale, do të gjej ndonjë mënyrë për ta sistemuar. Po, doktor, në atë finale më duhet të luaj pa tjetër. Do ju jem përjet mirënjohës për këtë. Por tregohu i kujdesshëm. Çfarë lajmi, jam vërtet shumë e lumtur, Oli. Me një kusht që do të luash vetëm 45 minuta. Ha? Po më thoni që mund të luaj vetëm një pjesë? Nesër do të luaj. Arritëm në finale. Do t'jem më i mirë se Oliver Harton. Do t'a zgjësoj me gjuajtjen time. Ta bëj t'i kaloj dëshira për të luajtur futboll. Po, duhet ta poshtëroj. Nesër do t'jetë në fushë edhe Lenders. Nuk është e mjaftueshme që unë të luaj vetëm 45 minuta. Duhet të ndihmoj skuadrën patjetër në të gjithë ndeshjen. Përndryshe ne nuk do të arrijmë dot ta mundim tohën.
Situata është delikate. Nëse luan më shumë se një pjesë, shpatulla do të dëmtohet pothuajse tërësisht dhe nuk do të bëhet më si më parë. Mos i sforco gjërat. I jepi kurajo. Only a bandit